Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit, Visar Ademi, u ka bërë thirrje bartësve të listave për Këshillin Komunal për një bisedë të hapur, siç tha ai, me qëllim të diskutimit të mënyrave konkrete për zgjedhjen e problemeve të qytetit. Ademi, i cili nuk garon me listë për Këshillin Komunal, tha se i fton të gjitha partitë politike për hartimin e një memorandumi të përbashkët, me fokus në trajtimin e problemeve më urgjente me të cilat ballafaqohet Gostivari. Sipas tij, këto probleme përfshin korrupsionin, menaxhimin e mbeturinave dhe qendë ndacak. Dua që t'i ftoj të gjithë bartësit e listave, po edhe kandidatët potencial për kryetar komune, të shohim si mund t'i bashkërendojmë këto lloj aktivitetesh që njëre për gjithmonë këto tema, të cilat unë i quaj gjithmonë nga shekulli i kaluar apo nga mesjeta, të mundet të jenë pjesë e një pakete të dinjitetshme të një personi i cili lindën, jeton dhe zhvillohet në Gostivar. Pastaj, kur të kryjmë këto pjesën e kësaj paketes dhe dinjitetshme, unë dua të merrem me betejën e dytë, që është beteja me zhvillimin, programe zhvillimor, arsimi, ekonomia, kultura, sporti e kështu me radhë. Sepse ne vetëm me zhvillim mund të ecim përpara dhe mund të krijojmë një lloj mirëqenie që një njeri i ri mos imigron në Gjermani, mos imigron as Shkup, as vendet meta Maqedonisë, po të jenë trin këtu dhe të mundohet që të krijojmë vende të reja të punës këtu. Me thënë, shpesh është pyetja se si do ta bëjmë këtë, nëse edhe më parashtrojnë pyetjen e mua, që pse nëse ti s'ke këshill, cila mund ta bësh këtë lloj implementimi të kësaj lloj ideje që ne e kemi. Edhe unë shpesh them që unë do bëj aleancë me qytetarë, po ama nuk e ke këshillin mbrapa. Këshillin do mundohem të krijojmë një lloj koalicioni, por nëse çdo kush nga këshilli ose partitë politike e bojkotojnë planin tim zhvillimor, ne do e fusim atë që quhet mekanizmi i referendumit. Referendumi është për ne goxha e rëndësishme dhe për herë të parë kemi për ta futur referendumin si çështje për të cilën do t'i pyesim qytetarët për çështjet më emergjente dhe të rëndësishme në vend. Ai theksoi se në rast se fiton garën për kryetar, por përballet me bojkot ose sabotim nga ana e Këshillit Komunal, do të organizojë referendum qytetar. Do të jenë qytetarët ata që do ta kenë fjalën e fundit, nuk do të lejojë që taktikat partijake të pengojnë zhvillimin e komunës, deklaroi Ademi. Sipas ligjit për përveç qeverisje lokale, në artikullin 26, e krijon këtë të drejtë, jep kryetarit që të krijon një lloj iniciative për përfshirjen e qytetarëve në krijimin e referendumeve. Kjo është e drejtë ekskluzive e Këshillit Komunal, por nëse 10% e votuesve të komunës u kërkohet, ose 10% e njerëzve ju kërkohet, Këshilli është i detyruar në mënyrë automatike të mund ta implementoj referendumin. Qytetarët duhet të pyeten për gjërat që janë të rëndësishme. Ne nuk do fusim për çdo lloj problemi të vogël ta pyesim qytetarin, sepse s'ka logjikë kjo, por për çështjet madhore dhe kapitale, qytetari duhet të jetë fokusi jon kryesor. Ndër të tjera, ai tha se është i hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë politike, por nënvizoi se koalicion do të ketë vetëm me qytetarët.